Të gjithë e njihni këtë bimë, por askush nuk e di se çfarë shëron ajo. Në mjekësinë popullore përdoren lulet, gjethet, rrënjat dhe farat. Kjo bimë me aromë të këndshme ndihmon në mbrojtjen prej shumë komplikacioneve si dhe qetëson dhe ofron lumturi. Te grupi ose probleme me tretjen, konsumi i çajit të përgatitur nga lulet e thata, lulet e jargavanit janë të shkëlqyera për lehtësimin e problemeve të lëkurës dhe problemeve të saj. Për shembull, ndihmon në skuqje, djegje ose akne, po kështu lehtëson edhe problemet e frymëmarrjes dhe mund të zbusë edhe problemet të ngjashme. Gjithashtu, një lule e thatë e jargavanit mund të kombinohet me vajin e ullirit, dhe kështu do të keni një mbrojtje më të mirë në këto aspekte. Lulet i derdhni në një kavanos prej qelçi, hidhni vajin e ullirit dhe mbyllni kafakun. E lini për disa javë, për të paktën 15 ditë dhe më pas mund ta përdorni atë në të mirë të shëndetit tuaj.